2013 dhe ishte një fushat e mrekullueshme. Të kënaqësh, dalësh votime në mënyrë sa më të mirë, sa më të qetë çdo gjë. Tash kjo situatë që e solli tash mund të quhet demokratike, se cila parti ka të drejtë të nxjerrë kandidatin. Mira më kur është në pyetje se a mund të rrezikojmë ne tash si shqiptar, a kupton e? Ti je me këtë, ti je me atë. A kjo nuk është në rregull kjo. Se kërçovarët gjithmonë kanë qenë të bashkuar dhe janë të bashkuar. Unë për shembull vetëm një shembull do të tregoj. Kur kanë ardhur kërçovarët, për shembull, kur është dash të bëhet votimi që të merret komuna e Kërçovës me një kandidat, sa ka pas të ardhur atëherë? Ka vlu Kërçova, ashtu ka qenë ajo. Të shohim ta sa do të vinë. A kupton? Se do të vinë, ama do të vinë me emër dhe mbi emër. Nuredini ardhi dhe votoi për këtë, ai tjetri ardhi për këtë, atëherë vinin për një qëllim të përbashkët. Edhe sa është më mirë kur vish për një, a kur vish të ndarë. Prandaj këtu nuk e di pse Kërçova nuk mundi këtë gjë ta bëjnë. Nuk e di a jem gabim as jem, ma mirë do t'ishëm me një kandidat. Se do t'ishëm gjithë të lumtur, gjithë do t'ishëm të bashku, mërgatën do t'a kishëm përsëri të bashku. Unë si shoh tash duke i përcjell këta jashtë kandidatët që kanë qenë në Zvicër, në Amerikë edhe në Gjermani, edhe atje shoh ndarje. Edhe tash përçanë edhe mërgatën duke u përça këtu. Qashtu, a mërgata ka qenë qelësi kryesor i Kërçovës. Jo vetëm i Kërçovës, po që ata kanë vendos për fitoren atë 2013-ës atër në Kërçovë. Edhe zotje Beadinit ju kujtohet, unë të tregoj një rast. Në 90-ën, kur kanë ardhur mërgata nga diaspora, unë kam qenë atër, kam shku në aeroportin e Ohrit, të bartë udhëtar, se ishëm të angazhuar ne gjithë si aktivista për t'i sill ato. Tash më merr për fjalë 10-15 aeroplan kanë zbrit në aeroportin e Ohrit atëherë. Edhe kanë prit që të nesërmen të votojnë dhe të kthehen ata. Edhe një rast do ta tregoj shumë interesant, autobusët që ardhën nga jashtë, atëherë komuna e Kërçovës nuk ishte sikur se sot të ndërtuar, ishte shumë e thjeshtë, nuk mundeshin të depërtojnë në Kërçovë se ishin në 2 kat autobus. Ne për herë të parë kishim pa autobus 2 kate, e ato nuk mundeshin se ishin nga drujt. Drujt e Kërçovës ato nuk ishin si sot, ishin edhe nuk mundeshin të depërtojnë. Para mendoti sa si ka qenë Kërçova e bashkuar, asi kemi sjell sot, që sot mund të jemi edhe më mirë. Se i kemi edhe kushtet më të mira, ashtu? Do të jemi më të bashkuar, unë nuk e di tash, do shta është demokratike tash, edhe unë përsëri thom që të jenë 3-4 kandidat, ama tash a është nevoja, unë këtë nuk mund ta di unë, për shembull. Në